Pas deklaratës së PD-s për abuzime me fondin për vizitën e Papës në Shqipëri, ka reaguar menjëherë edhe Kryeministria. Në një deklaratë për shtyp, Kryeministria shkruan se është për të ardhur keq që PD vazhdon të hedhë balk mbi pritjen madhështore që ju bë Papës nga Shqipëria dhe shqiptarët. Nëse pushtetarët e diridishëm nuk din të lexojnë as ligjet që kanë bërë vetë dhe jo më praktikat zyrtare për të cilat flasin pa lidhje, ky nuk është as faji i qeverisë së re dhe as telashi që meriton populli shqiptar, të cilin Partia Demokratike e ka lënë pa opozit. Procedura krejt e ligjshme e ndjekur nga autoriteti kontraktor, në këtë rast Ministria e Kulturës, bazohet në gërmëndësë të pikës 2 të nenit 33 të ligjit nr. 9643 datë 20/11/2006 për prokurimin publik i ndryshuar. Ky ligj parashikon pikërisht rastet kur institucioni publik gjendet në kushte të nevojës ekstreme dhe ka të pamundur të ndjekë procedurën normale të prokurimit. Duke qenë se programi i vizitës së Atit të Shenjtë dhe të gjithë elementet e dekorit e të protokollit ju komunikuan zyrtarisht qeverisë shqiptare në datën 11 gusht 2014, autoriteti kontraktor ishte në kushtet e nevojës ekstreme për shkak të mospasjes së kohës së mjaftueshme për të zhvilluar procedurën normale të prokurimit. Sipas kryeministrisë, e njëjta procedurë është ndjekur nga të gjitha institucionet e përfshira në vizitën e Papa Franceskut në Tiranë, përfshirë këtu edhe Bashkinë e Tiranës.